Kampionati kombëtar i Superligës së moshave U19 ka patur në program ballafaqimin Vllaznia Laçi këtë të shtunë. Në stoljen e kuqebluve të 19 vjeçarëve ishte edhe debutimi i trajnerit Edmond Doçi, i cili në javët e para të kampionatit drejtoi 14 vjeçarët, por me vendimin më të fundit të Akademisë së Futbollit Vllaznia ka patur një ndërrim të trajnerëve. Ndriçim Shtubina nga U19 ka kaluar tek U14, ndërsa Doçi ka marrë tashmë 19 vjeçarët. Edhe pse kishte përballë Laçin kryesues, Vllaznia bëri një paraqitje të mirë ku në fund të krejt ndeshjes së luajtur në Reshitrusi, rezultati foli në favor të vendasve 1-0. Me golin e shënuar nga Xhelil Kaplani në minutën e 14, u mbyll ky 90 minutësh me fitoren e parë në krye të pankinës kuqeblu të Edmond Doçit, që shpreh i kënaqur për paraqitjen e skuadrës. Normalisht që gjithmonë është kënaqësi me punu me U19, është një grup mosh që është shumë delikate dhe gjëja më e rëndësishme që duhet me kërku tek kjo moshë është ajo që këto djemt të lozin futboll dhe të shkojnë aty ku duhet me shku. Dhe normalisht që rezultatet kënaqin. Por gjëja më e rëndësishme është që këta djemt duhet me kuptu se futbolli është për me shku aty ku duhet. Edhe për me shku aty ku duhet është ekipi Vllaznisë, dhe mendoj që akademia ka bë punë mirë këto vite, po çon lojtarët e ekipit parë, po ashtu po mundohet të të aktivizojnë edhe normalisht janë në rrugën e duhur. Faktikisht është një vit që Laçi e ka vlerësuar, sepse ekipi i Laçit është formuar edhe me lojtarët e ekipit parë, që vitet e tjera nuk ka mujtë me funksionuar, por si mjetë e ka pas më të tjerë, sepse duke debutuar edhe një kaduri që është kaduria e parë, dhe normalisht që këto lojtarë janë fiks për atë moshën U19, dhe normalisht që i kanë ndihmuar edhe janë ekipi mirë, por normalisht Vllaznia është Vllazni gjithmonë edhe ne do të lozim lojën tonë gjithmonë, nuk na intereson shumë se me ke lozim, por do të shohim atë që duhet me arrit që këto djemt mësojnë me luajtë futboll dhe ta lozin futbollin ashtu si ka qejf dhe Shkodra. Me 3 pikat e fituara ndaj Laçit kryesues, kuqeblut frenojnë Kurbinasit në kuotën e 17 pikëve, ndërkohë që Vllaznia shkon në kuotën e 12 pikëve, duke u ngjitur në vendin e 4 të klasifikimit.